Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot për ju kam sjell një ëmbëlsirë me që edhe festa e Bajramit po afron. Kjo ëmbëlsirë quhet aligjin ose ndryshe quhet edhe baklava me gjyle. Është një ëmbëlsirë shumë e thjeshtë, përgatitet shumë kollaj dhe në fund fare ka një shije shumë të mirë. Është shumë e ngjashme me shijen e baklavas, por kjo ëmbëlsirë ka veçantinë e saj. Prandaj nëse nuk e keni provuar deri më sot, ua sugjeroj që ta provoni këtë ëmbëlsirë për festën e Bajramit apo për çfarëdo lloj feste tjetër që keni në familjen tuaj. Le të nisim me përgatitjen e recetës. Në fillim për këtë recetë do të përgatisim brumin. Unë për brumin kam përdorur 2 kokra vezë, të cilat i kam hedhur në një tas prej qelçi. Gjithashtu tek vezët do të shtojmë edhe një gotë çaji me qumësht. Gota që unë kam përdorur merr 100 ml. Dhe të njëjtën gotë e kam mbushur deri në gjysmë me vaj. I kam hedhur edhe vajin edhe qumshtin tek vezët, edhe më pas të gjithë përbërësit i kam përzierë së bashku me një tel dore. Dhe kur masa është bërë e njëjtë dhe homogjene, tek tasi kam shtuar edhe një majlugë gjelle me baking powder ose pluhur për pjekje. Edhe më pas, në tas kam shtuar edhe mielin. Në total për përgatitjen e këtij brumi, unë kam përdorur 4 gota të tilla, të cilat janë gota 120 ml. Dhe më pas do të formoj brumin e baklavas. E punoj mirë brumin me duar, derisa të formoni një brum të butë dhe që nuk ngjit nëpër duar. Në fund, brumi duhet të dalë i butë dhe kur ta prekni, duart t'ju shkëputen kollaj nga brumi. Do ta punojmë brumin për të paktën 3 ose 4 minuta, pasi sa më shumë ta punoni brumin, aq më e mirë ju del baklavaja në fund. Edhe më pas, pasi i keni punuar brumin mirë, e mbulojmë brumin me një qese kuzhine dhe e lëm të pushojë në këtë mënyrë për të paktën 1 orë. Gjatë kohës që brumi pushon, ne do të përgatisim arrat, të cilat do t'i thërmojmë. Në total për këtë ëmbëlsirë, unë kam përdorur 150 gram arra, të cilat i kam thërmuar dhe i kam lënë gati për përgatitjen e baklavas. Gjithashtu në total për përgatitjen e kësaj baklavaje, unë kam përdorur edhe 200 gram gjalp, të cilin e kam shkrirë dhe e kam lënë gati për përgatitjen e baklavas. Pasi ka kaluar rreth 1 orë, tani brumin e baklavas do ta ndajmë në kuleç të vegjël. Në total, unë këtë brum e kam ndarë në 9 kuleç. Pasi unë përgatita shumë pak brum, siç e patë edhe përbërësit në fillim kur përgatita brumin. Por nëse keni një tepsi më të madhe ose doni të bëni më shumë si kjo ëmbëlsirë, atëherë do të dyfishoni për masat e brumit. Edhe më pas, pasi brumin e ndajmë në kuleç, do të fillojmë t'i hapim kuleçet një nga një duke përdorur niseshte.
Hapjen e petëve e shikoni vetë në video, mirë është që petët t'i hapni sa më shumë të keni mundësi, në mënyrë që petët të bëhen të holla. Dhe pasi petët i hapni, siç e shikoni edhe në video, në këtë moment petën që kemi hapur do ta lyejmë me gjalpin e shkrirë. E spërkasim sipër me gjalp dhe më pas do t'i përthyejmë anët e petës, siç do ta shikoni edhe vetë procesin. Në çdo përthyerje që bëjmë, do të spërkasim nga pak me gjalp. Mos mendoni që është shumë gjalp, pasi nëse baklavas i hedhim gjalpin në fund fare kur mbarojmë, ose a hedhim në përshtresa, kjo ëmbëlsirë gjalpin e merr në këtë mënyrë. Prandaj spërkasni me gjalp të gjitha përthyerjet që i bëni petës, edhe pasi përthyeni të dyja anët e petës, në mes do të vendosim edhe arrat e thërmuara. Edhe pasi vendosim arrat, do t'i përthyejmë sërish anët e petës për të formuar një kuti, siç e shikoni edhe në video. Dhe mos harroni që pas çdo përthyerje të spërkasni nga pak me gjalp. Dhe në fund fare, pasi petën e keni kthyer në një formë kutie të tillë, tani thjesht 4 cepat e petës do t'i palosim në formë zarfi. Procesi është shumë i thjeshtë dashur miq, të njëjtën metodë do të përdorim për të gjitha petët. Nëse dëshironi, petët mund t'i hapni nga 2 ose nga 3, por duke qenë se unë kisha shumë pak kuleç, i kam hapur një nga një. Nëse do të bëni një tepsi më të madhe dhe do të keni më shumë kuleç për të hapur, atëherë kuleçët mund t'i hapni nga 2 ose nga 3, ose edhe më tepër, dhe më pas procesin e bëni njësoj. Mos harroni që sa herë të hapni kuleçët, të përdorni një seshte në mënyrë që petët të mos ngjiten. Më pas të gjitha ëmbëlsirat që formoni i vendosim në një tepsi, të cilën e kemi lyer më parë me gjalp. I radhisim ëmbëlsirat njëra pas tjetrës, dhe ndërkohë mos harroni që të hapni furrën në 180 gradë Celsius dhe ta lini që të nxehet. Procesin do ta përsërisim derisa të përfundojmë të gjithë kuleçët. Unë do t'ua lër procesin ta shikoni edhe vetë me video, në mënyrë që ta keni më kollaj kur ta përgatisni baklava në shtëpinë tuaj.
Edhe pasi keni mbaruar të gjitha ëmbëlsirat dhe i keni radhitur në tepsi, tani sipër do t'u hedhim edhe gjalpin që na ka ngelur. Do t'i lyejmë mirë me gjalp, edhe më pas tepsinë e fusim në furrë dhe e lëm të piqet në 180 gradë Celsius për 35 minuta. Pas 35 minutash do të shikoni që petët do të fillojnë të hapen, pra ato që kemi formuar në formë zarfi do të fillojnë që të hapen, edhe sipër do të fillojnë të marrin një ngjyrë të kuqe të bukur, dhe pasi kanë kaluar 35 minuta nga koha që i keni futur në furrë, tani e ulni nxehtësinë e furrës në 150 gradë Celsius dhe e lini ëmbëlsirën të piqet edhe për 15 minuta të tjera. Pra në total, përpjekjen e kësaj ëmbëlsire ju duhen diku te 50 minuta. Ndërkohë që ëmbëlsira piqet, ne tani do të përgatisim edhe sherbetin. Për përgatitjen e sherbetit, unë kam përdorur 3 gota me sheqer edhe 2 gota me ujë. Gota që kam përdorur është gotë 250 ml. Gjithashtu i kam shtuar edhe pak lëng limoni në mënyrë të mos kokrizohet sherbeti, edhe më pas me një lugë trazojmë sheqerin derisa të tretet. Dhe kur sheqeri është tretur komplet, sherbetin e lëm që të marrë val në zjarr mesatar për 10 minuta. Dhe më pas sherbetin e keni gati. Për këtë ëmbëlsirë, sherbeti duhet që të jetë i trash, pra nuk duhet që të bëjmë një sherbet holl dhe më pas sherbetin e lëm që të ftohet. Kur ëmbëlsira është pjekur siç duhet, e heqim nga furra edhe tani e lëm vetëm pak minuta sa t'i dal pak ajavulli i nxehtë. Do ta lëm diku në total 5 minuta ëmbëlsirën që të ftohet, edhe më pas sipër do t'i hedhim sherbetin, i cili është pothuajse i ftohtë. Pra kur t'i hedhni sherbetin, ëmbëlsira duhet që t'jetë e ngrohtë dhe sherbeti i ftohtë. Ose e anasjellta, pra nëse keni sherbetin e ngrohtë, ëmbëlsira duhet që t'jetë e ftohtë. Edhe më pas i hidhni sherbetin, e lini për disa orë në mënyrë që ëmbëlsira të thithë sherbetin dhe më pas e keni gati për ta servirur. Më besoni që kjo ëmbëlsirë ka me të vërtet një shije shumë të mirë, siç e patë e përgatitëm shumë kollaj dhe nuk ju merr shumë kohë as për ta përgatitur dhe as për ta pjekur. Dhe në fund fare, shija është shumë e mirë. Prandaj për këtë bajram, nëse akoma nuk keni vendosur se çfarë ëmbëlsire të bëni, mund të provoni këtë ëmbëlsirë. Gjithashtu në kanalin tim keni edhe ide të tjera për përgatitjen e ëmbëlsirave të tjera, nëse doni të bëni një baklava tjetër ose nëse doni të bëni ëmbëlsira të tjera. Mund t'u hidhni edhe atyre një sy dhe më pas të vendosni se çfarë ëmbëlsire do të përgatisni këtë vit për bajram. Siç u thash, kjo ëmbëlsirë njihet ndryshe me emrin aligjin ose ndryshe e njohin edhe si baklava me gjyle. Nuk e di përse quhet dhe ka këtë emër, por unë emrin e kësaj ëmbëlsire e pash vetëm gjatë kërkimeve që kam bërë për këtë recetë. Nëse dikush nga ju e di se përse kjo ëmbëlsirë quhet në këtë mënyrë, mund të na shkruaj poshtë te komentet.
Nuk e di nëse edhe ju e përgatisni këtë ëmbëlsirë në familjen tuaj, nëse po, më shkruani te komentet nëse ndiqni të njëjtën metodë apo e përgatisni në metoda të tjera. Edhe në familjen time ne kemi një ëmbëlsirë të ngjashme si puna e kësaj, por metoda e petëve bëhet në një formë tjetër. Ne atë ëmbëlsirë e quajmë diple dhe ajo bëhet me petët që hapen një nga një dhe në fund fare petët mlidhen me njëra tjetrën në një mënyrë tjetër. Edhe kjo ëmbëlsirë ka pothuajse të njëjtën shije si ëmbëlsira e dibles. Kush e njeh si ëmbëlsirë, e di fare mirë që ajo ëmbëlsirë është një ëmbëlsirë shumë e mirë dhe që shkrihet në gojë. Kjo ëmbëlsirë të dashur miq, jam e sigurt që ka për të pëlqyer shumë dhe në fund fare do të shkrihet në gojë. Nëse e provoni, më shkruani poshtë te komentet dhe më thoni nëse do t'ju pëlqej apo jo. Shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer kjo recetë dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu, mos harroni të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni zilën e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Unë ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Ju uroj të gjithëve muaj të mbar, agjërim të lehtë të pranuar. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.